Unë duaj që t'ju kthehem edhe një herë listave për kolegët tuaj, për deputetët që mund të kenë mbetur jashtë. Pati ndonjë emër në veçantë që ju erdhi keq për faktin që mund të mos jetë në listë sigurt apo mund të ketë mbetur jashtë listave? Se prej 4 vitesh ju e bëni bashkë këtë betejë. Patjetër që po, mund të përmend një kolege të nderuar, deputeten e Korçës, zonjën Sorina Koti, që është jashtë listave, ka qenë një zonjë e nderuar, që ka bërë një opozit vërtet për ta pasur shembull, si në Komisionin e Ekonomisë, ku ka qenë nën kryetare e Komisionit e Ekonomisë, edhe si deputete e qarkut vetë, por jo më larg nga dje kam takuar zonjën Koti në seancën e fundit që isha aty. Patjetër që ka keqardhjen e saj që nuk arriti për shkaqe dhe arsye nga më të ndryshmet, por as pak se nuk e meritonte, që të jetë jashtë listave, por kjo nuk e pengon zonjën Koti dhe këtë e ka shprehur vetë që të jetë sa më aktive në fushat, se pushteti i Partisë Demokratike nuk janë thjesht deputetët që do të jenë në parlament, por është shumë i gjerë dhe mundësia për të dhënë kontributin e saj, si në fushat edhe pas fushatës në fitoren e Partisë Demokratike, janë shumë më të zgjeruara. Dhe kjo e mora si shembull zonjën Koti, dhe këtu mund të futen dhe shumë kolegë të tjerë që nuk janë pjesë e listave fare, ose janë pjesë e listave të hapura, ku jo të gjithë do të arrijnë të futen në parlament, për vetë arsyet që dihen tashmë dhe mundësit që jep një listë e hapur në një qark të caktuar për të qenë pjesë e fitores, pjesë e futjes në parlament, po ama jep pjesë e fitores pushtetit Partisë Demokratike. Ndryshe nga zonja Koti, pati nga Dashnërsula reagime më të zëshme sa i takon edhe mospërfaqësimit të tij pikërisht në lista të mbyllura. Fillimisht e më pas u largua, u bë pjesë e një tjetër koalicioni edhe nga aty u largua. Si e shihni të gjithë këtë përpjekje të zotit Sula për të thënë që kam punuar dhe duhet shpërblehem për këtë punë? Është e vërtetë që Dash Sula ka punuar dhe është nga deputetët më aktiv që ka pasur Partia Demokratike, është një deputet, do të thoja, krejt i veçantë në llojin e vet, në mënyrën se si ka bërë opozit me veprime nga më të ndryshmet, shpeshherë ka folur jo vetëm me fjalë në parlament dhe ka qenë një orator i Zotit, do ta quaja, por edhe me veprimet e tij demonstrative që ka bërë para parlamentit, duke derdhur qumshtin të shkallët e parlamentit, apo duke ardhur me ca perime në përduar për të treguar mungesën e subvencioneve, pra kanë qenë veprime të tij kreative që tregojnë një deputet vërtet aktiv. Si që thash pak më parë, si vetëm zoti Sula, po dhe shumë deputetë tjerë që do të meritonin të ishin, qoftë listë mbyllur, në listë hapur, por për kushtet që janë krijuar dhe ato që ne përmendëm pak më parë, duke qenë Partia Demokratike vërtet dhe jemi dëshmitar të gjithë ka ardhur nga një proces zhvillimesh të brendshme të pa imagjinuara ndonjëherë, një parti demokratike që u rrezikua të zhbëhej, të zhdukej nga skena politike, duke goditur fort kryeministri dhe mazhoranca e korruptuar, me mbështetje të fuqishme të një sër faktorëve ndërkombëtar, nuk arritën dot një gjë të tillë në sajt të demokratëve, rithemelimit Partisë Demokratike, kryetarit Partisë Demokratike zotit Berisha, që rimori përsëri në duart e veta drejtimin e Partisë Demokratike, arritëm të bashkuar që sot të jemi opozita e vërtetë e vendit. Kjo do të kishte edhe pasojat e veta për deputet të veçantë, një sër politikanësh të tjerë që mos realizojnë atë dëshirën e momentit për të qenë në parlament, por unë e përsëris dhe e kam të sinqert të, pushteti nuk është thjesht pjesëmarrje në parlament, por pushteti shumë i zgjeruar dhe mundësit për të dhënë kontributin çdo njeri prej nesh e ka jo vetëm brenda parlamentit, por e ka edhe jashtë parlamentit, madje nganjëherë do të thosha që është shumë herë më e zgjeruar jashtë parlamentit mundësit për të kontribuar se sa brenda në parlament, ku ke vetëm fjalën, ndërsa në ekzekutiv ke edhe të drejtën e veprimeve dhe të lënies së shijes mirë të qytetarët për mënyrën se si administron pushteti. Në qartë.